Me kërkesë të SPAK, gjykata e posaçme ka lëshuar 2 masa sigurie për zëvendës kryeministre Belinda Balluku, pezullimi i ushtrimit të detyrës dhe funksionit dhe ndalimi i daljes jashtë vendit, lidhur me hetimin që po kryhet nga prokuroria e posaçme për tenderin për ndërtimin e tunelit të Llogaras. Po ashtu mas siguria arrest në shtëpi është firmosur nga gjykata e posaçme edhe për kreun aktual të autoritetit rrugor shqiptar Getian Gjyli, si dhe drejtorin aktual të Kesh Erald Delezi, të dy të marrë të pandehur për tunelin e Llogaras në cilësinë e anëtarëve të komisionit të vlerësimit të ofertave. Prokuroria e posaçme me datën 31 tetor mori të pandehur dhe i komunikoi zyrtarisht akuzën ministres së infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku si e dyshuar për veprën penale shkelje barazisë së pjesëmarrjes në tendera dhe ankande publike kryer në bashkëpunim. Deri në këtë fazë sipas SPAK, hetimet kanë të bëjnë me veprimet e Belinda Ballukut në cilësinë e ministres së infrastrukturës dhe energjisë për njërin nga procedurat e prokurimit për tenderin e tunelit të Llogaras. SPAK thot se tenderi është hapur fillimisht me datën 11 dhjetor 2020 dhe pas anulimit, procedura është rihapur me datën 22 qershor 2021 me fond limit rreth 18 miliard lek pa TVSH, ku dyshohet se janë kryer shkelje. Rikthehemi në studio, me ne është Arben Meçe. Meçe, komenti juaj për atë që kanë ngjarë sot me temi shkarkimin, pezullimin. Po shkarkim është de facto, apo jo, i zëvendës kryeministres nga gjykata e posaçme me kërkesën e SPAK. Sistemi i demokracisë në Shqipëri në rrezik them. Sot, përfundimisht, unë kam kohë që po e them një gjë të tillë, Republika e prokurorëve ka dalë mbi sistemin, ka vënë në kontroll sistemin dhe praktikisht ne tashmë nuk jemi më në një sistem që ndërtohet në mënyrë demokratike. Nuk kam të bëj fare me penalitetet ndaj Ballukut, që unë kam lexuar dosjen dhe kam bindjen e plot që në atë dosje nuk ka asgjë për Ballukun, po ta them, por nuk qëndroj asaj pjese. Kjo është pjesë që do të debatohet, por që të arrijë një prokuror, kushdo qoftë ai, ta na shkalojë në mënyrë më ndershme të mundshme institucionin që është parlamenti dhe të përdorë makinacione për të shmangur ballafaqimin në parlament, po përdor edhe precedent që ne e kemi debatuar këtu dhe ti e di mjaft mirë që unë kam insistuar edhe për Velian. Nuk duhet të lejojmë prokurorë të cilët, duke përdorur një mekanizëm ligjor që ka probleme ai mekanizëm ligjor, të përjashtojnë nga politika individ pa kaluar në filtra dhe mos harrojmë që gjykata kushtetuese rrëzoi këtë praktikë. Dhe tani arrin absurditetin më i madh kur një prokuror kërkon pezullimin e zëvendës kryeministres, që është institucion që nuk ka të bëj kryesisht me të drejta personale si e trajtojnë ata që i trajton ligji. Zëvendës kryeministres është institucion i cili rrjedh nga parlamenti dhe në këtë plan unë e di që zbatohet ligji në këtë rast, por di një gjë që mua më ka shqetësuar absolutisht gjatë gjithë kohës sot. Pushteti i prokurorëve është totalisht i pakontrolluar. Sot unë me drejt them, çfarë ka ajo dosje që arriti deri në pezullimin e zëvendës kryeministre? Di njeri? Asnjëri. Atëherë, kush i kontrollon këto dosje, të cilat shpihen në penalitetet të rënda të sistemit politik? Sepse kur unë diskutoja dosjen e Erion Valis, këtu e kemi diskutuar, në 140 faqe që ka dosja, që flet për një vepër penale të kryer nga Erion Velia pas vitit 2023, 100 faqe janë regjistrime të faturave të blerë të Ajola Zozës, që ka filluar nga 2014 deri në 2020. Çfarë lidhje kanë këto të dyja? Dhe kur unë paralajmëroj zotëri, kjo dosje është dosje manipuluar, kush ishte ai institucion që minimalisht kontrolloi këtë dosje? Dhe çfarë ndodh? Kur vete te masat e sigurisë, trupa gjyqësore nuk e shef dosjen fare, po shoh vetëm kërkesat që plotësohet nga ana e prokurorisë për personin, o do ratiset, o zhduk provat. Dhe kjo tendenca. Ta që kanë mas siguri e lexojnë dosjen apo jo? Kush? Asnjëri. Gjykatësit? Asnjëri. De jure po. Asnjëri nuk e lexon. Asnjëri nuk e lexon.
sepse unë ndesha me këtë praktik dhe më rezultojnë që dosjen me cilën një prokuror ngre plotat të tilla nuk kontrollon askushi, mbetet absolutisht vullnet e tij deri në gjykim. Po disa e vërtet është, po Velia vetë deklaronte që s'kam lexuar asgjë nga dosjet. Dëmin politik e ka dhënë. Se kam. Unë me sa diun gjykatësit e masës sigurisë. Nuk e asnjëri. Duhet ta lexojnë dosjen. Asnjëri nuk e lexon. Nuk e lexojnë në shtytë gjë, pa duhet ta lexojnë apo jo? Nuk e di çfarë duhet ta lexojnë, por nuk e lexojnë sepse nuk bëjnë gjykim në themel thon. Gjykojnë vetëm, i plotson kushtet kërkesa, po nuk i plotson kushtet. Pra me fjalë, nëse sot jemi tek zonja zëvendës kryeministre. Unë dosjen e kam pat në dorë, është 48 faqe dosja. 40 faqe janë vetëm zbardhje e komunikimeve në telefonata. Nuk ka gjë për Ballukun. Ka komunikime të marrë telefon atë e të bëj, domethënë janë që nuk implikojnë fare në tender. Një faqe është dhe në një faqe, gjysmë faqe është konkluzioni. Dhe 7 faqe janë ligji mbi prokurimet i zbërthyer në mënen. Pra nenet janë marrë e futur aty. Pra si mundet ne diskutojmë për një çështje kaq të madhe, ku analiza e veprës penale është gjysmë faqe, zotëri. Dhe për këtë mbaj përgjegjësi penale për këtë që po them. Dhe them, kush e kontrollon këtë dosje? Kush e kontrollon këtë pushtet prokurorit i cili thotë personi, i cili është vënë kryeministër, më zhduk provat. Pa e di që sot me këtë pretendim i vetë edhe kryeministri i thua zotërim zhduk provat. Dhe pushteti i prokurorëve i pa kontrolluar dhe këtë veprim që bën, e ka dhënë dëmin e politikaj. Dëmi politike ka dhënë. Sot gjithë media flet për vjedhje e madhe prej 50 milion euro në tunel. Unë e kam parë dosjen dhe nuk më rezulton në asnjë vend më tepër se 10 milion. Edhe atë çka dosja. 50 milion është opinioni. Pse? Se strategjia e SPAK-ut dhe e një grupi prokurorësh është fillimisht shpërndajnë nëpërmjet një rrjeti që tashmë është i konsoliduar dezinformimin për filluar gjyqin publik, gjyqi popullor. Dhe Velien ne e goditëm me gjyq popullor. Nëse sot i vetë çdo qytetari të Republikës së Shqipërisë dhe thua cila është vepra penale 800.000 euro. Dhe të thonë është 900.000 euro. Është 900.000 euro. Gjyqi ka mbaruar aty. Po gjyqi ka mbaruar pra. Shive tani, është 900.000 euro. Dhe çfarë janë 900.000 euro? Janë blerjet e Ajola të shoqes. Blerjet e Ajolës janë 2014 deri në 2020. Vepra penale që është objekt është 2023-2024. Si mund t'i lidhësh këto të dyja? E me gjitha të gjyqi popullor është bërë. Dhe sot, arrin deri kaq SPAK-u, nuk e di ku ka gjetë këtë pushtet, që arrin të pengoj takimin e Erion Velis me përfaqësues të Kongresit pushtet lokal të Këshillit të Evropës. E të mërshme, nuk ka ndodhur diktaturë një gjë e tillë. Ky është problemi që unë nuk e ngrej për Belinë, po e ngrej për rrezikun e madh që ka sot sistemi. Paolo. Vim tek, ja ta mbyll këtë. Vim sot tek Belinda. Më thoni kush e ka parë dosjen dhe kush e ka analizuar nga fillimi deri në fund dosjen? Asnjë. Unë që kam analizuar, kam zbërthyer në detaj. I vetmi debat është 10 milion euro. I vetmi debat, dhe ky është i debatuar, po 10 milion, jo 50 milion. Po sot opinioni publik dhe të gjithë artikulimet politike flasin për 190 milion euro tender, që nuk është 190 milion euro, nuk është 190 milion euro, po gjithsesi flasin për 50 milion. Pse? Sepse sot, në gjithë strategjinë e SPAK-ut, lëshon si lurat, e mbars opinionin publik me atë që ai do të prodhohet si perceptiv, bëhet gjyqi popullor, bëhet gjyqi publik dhe në fund fare SPAK-u vete në çdo seancë sepse ka mbaruar gjykimi. Dhe nuk ka gjyqtar që të dalë kundër perceptimit publik. Dhe kur unë dalë dhe mbroj gjë të tillë, ti nuk e merr mend sa reagime ka ndaj meje dhe ndaj çdo personi i cili thotë zotëri. Sistemi demokratik në Shqipëri është në rrezik. Republika e prokurorëve ka arritur të vendos totalisht në kontroll gjithë sistemin. Aulona pastaj Arsena. Domethënë po të shikosh standardin që ka përdor SPAK-u në raport me dy domethënë funksionarët e lartë shtetëror, kryetarin e Bashkisë Tiranës dhe zonjën Balluku, është i ndryshëm. Për kryetarin e Bashkisë Tiranës ka zgjedhur arrest me burg, pra si maz, ndërkohë për zonjën ka zgjedhur pezullim nga detyra. Në fakt e përcakton ligji, është neni 242 që unë doja t'ja usillja në vëmendje, i cili thot me vendimin që disponon pezullimin e ushtrimit në detyrë dhe të shërbimit publik, gjykata i ndalon përkohësisht të pandehurit
plotësisht ose pjesërisht veprimtaritë që lidhen me to. Kjo mas nuk zbatohet ndaj personave të zgjedhur sipas ligjit elektoral. Këtu është ndryshimi. Pra, Erion Veliaj është një njeri i zgjedhur elektoral. Kurse zonja Belinda Balluku në funksionin e zëvendës kryeministres, jo, deputeti është tjetër gjë. Pra ajo nuk e ka shkarkuar nga deputetët, se s'mund ta shkarkoj dot. E lidhur me funksionin. Vetëm nga zëvendës. Ta mbaroj, se unë dëgjova me vëmendje. Pra, ajo e shkarkon, pra ligji në këtë rast e shkarkon, unë besoj në mënyrë të përkohshme, për 2-3 muaj kam përshtypjen, e pezullon, pikërisht e pezullon, se ky është termi, për si zëvendës kryeministre. Pra, vetëm kaq, kjo është historia që këto e ndan Neni 242 që... Po, ama kjo ka pasoja politike, po ka dhe një element, që kjo nuk ka precedencë në asnjë vend të Europës. Po, patjetër, për sa përmendet që ka 2 standarde. Nëse mund ta them. Po, patjetër që 2 standarde. Po, shiko, unë gjykoj që masa sigurisë ishte domosdoshmëri. Pse? Sepse është një zyrtare lartë, ka një mega pushtet ndorë, është zëvendës kryeministre, është ministre e infrastrukturës, e cila në çdo moment është një rrezik potencial për të prishur prova. Unë jam skeptik për çështjen e pasaportës, sepse zonja nuk ka tregu rrezikshmëri për me u largu jashtë Shqipërisë. Ajo ka qenë jashtë Shqipërisë dhe nuk është largu. Gjithsesi, duke pas parasysh precedentin e zotit Arben Ahmetaj, me sa duket prokurorët e SPAK-ut në këtë rast kanë pas njëjtën frikë që kjo zonja mund tiki. Gjithsesi, përsa i përket çështjes së masës, vetëm për sqarim, Ahmetaj kur ndodhej që nuk ishte zëvendës kryeministër, ishte larguar nga Po, ishte çështja e parlamentit, patjetër po. Ka qenë dieni. Po. Kjo është ideja, por përsa i përket natyrës së zëvendës kryeministres, pa diskutim sepse ka gjithë rrezikun potencial për 2 probleme. Jo, flasim për mënyrën si shkojmë, se dakord, se çështja letetohet. Për të prishur provat, ajo është e pafajshme tani. Ishim te procedura. Ajo bëhet e fajshme me i vendim të formës për gjykatës. Kjo nuk diskutohet fare. Ne po flasim për fazën tranzitore. Pra, është një rrezik potencial për me prish provat, është një rrezik potencial për të kryer një vepër adekuate penale ose më të madhe. Pra këto thot ligji, përsa i përket kësaj. Vetëm se nëse mund të them një gjë, është vazhdimi i asaj që tha. Aty që tha zotëria është e gjitha e lidhur me çështjen procedurale. Pra, ajo që cituat dhe ju, si shkojmë ne tek hetimi, dhe kush është procedura që ne ndjekim, a ka 2 standarde për mënyrën se si hetohet sot në Shqipëri, dhe nuk është çështja a është apo jo e fajshme zonja Balluku në këtë rast. Precedenca këtu është fakti që në të gjithë Europën nuk ka patur një rast të vetëm që gjykata dali me pretendimin për të pezulluar apo për të shkarkuar nga detyra një autoritet, po themi numrin 2 të qeverisë. Dhe kjo është fakti që me 7 dosje dile një 2-3 vërtyrës dhe i dënuar, po i thonë sa e kryeministër. Kjo është elementi i parë. Elementi tjetër është Izraeli. Është Izraeli. Jo, falë, ke Francën. Të lutem, se ta të pratë punë, se zut bëhe vetëm sinik. Që mos bëhe sinik, se nuk e kam. Se unë e di që doktori do vi nga Brazil. I vdiq Gaddafi dhe u dënu 10 vjetë mas vekës. Unë e di që doktori do vi nga Brazil. Vetëm një sekundë arseta. Ti e di që ne me Brazilin s'kemi marrëveshje ekstradime, besoj e di apo. Me Amerikën kemi. Jo? Me Amerikën kemi. Jo, me Amerikën kemi, me Brazilin jo. Pra, po dum ta mendojmë kështu, po themi pas ka ik doktori në Brazil, se ka hallë 21 janarit, edhe po ti si e lesi s'pak ti në Brazil? Unë e di që doktori do vijore, po them, nëse flasim, do të flasim ke standardet. Këto janë standardet. Që një person cilin e po jeton për 21 janarin, e le tikin në Brazil, ku s'ka marrëveshje ekstradimi, po thash, po e heq emrin Sali Berisha, se unë e di që ai do kthehet. Ndërkohë një person tjetër i ndalon lëvizjen jashtë vendit. Jo për lëvizje. Po të flasim për standardet. Duhet rrugë logjike për standardet apo kërkoj unë. Të lutem, Meçe, ka mundsi? Kushtetuesja thot, Erion Velia qëndron detyrë. Po, dakord? Patjetër. Erion Velis është mbyll dosja hetimore, i ka vënë gjykat, pra është mbyll si procedurë, janë pyetur dhe dëshmitarët. Pra ky të paktën se këtu dakord me Ballukun potencialisht vlen që duke qenë detyrë, supozohet që i ka mundësi teorike për të influencu. Se është shkarku apo është pezullu? Pezullim. Mediat e kanë aluduar shkarkim, jo pezullim. Termi përdorur në media ka qenë shkarkim. Opinioni publik merr atë çfarë jep media. Ne mediat dhe pastaj në fund fare, që është niveli zh i rrjetit social, ta kanë bërë gjyqin në ditën 1 në orën 1. Pra, je i dënuar ditën e parë, orën e parë. Orën e dytë je vonë sepse ka mbaruar gjyqi.
Do me thëmë, kur ti të shkosh atje, i bie që ata gjyqtarë që të marrin ty për të gjykuar, se prokurori është në atë të vetëm, dhe ai avokat që do të të mbrojë ty, nuk ka fuqi ta ngrej dot sasin e lumit dhe mira tonelatat që të kanë vënë sipër, sepse je i mbaruar. Pra, kjo ndodh me këtë, Sokol ne kemi diskutuar, me këtë ankohej gjithë kohës edhe vetë Berlusconi, që thoshte kam 200 procese, kemi përmend tu një 20 herë. Po Berlusconi dhe më nxjerrin dosjet hetimore komplet në kryeministër deri në shkallë. Patjetër, ai qëndroi deri kur donte ti këtë vet nga kryeministri. Prandaj tani ti ke rastin e Sarkozis. Pastaj vim ke te standardet dy zyrtar të lartë, që është Balluku, është dhe Veliaj. Këti dytit, siç e thash, janë mbyllur të tëra etapat e hetimit, nuk mund t'i influencoj më, ka një vendim kushtetuese që ngelet në detyrë, dhe nuk mund t'a ushtroj do të detyrën as për t'ardhur në një mbledhje të Këshillit Bashkiak. Tani çfarë standardi është ky? Sepse realisht kjo është e pakuptueshme tani. Shiko, qofse ky ngelet, vendosja e drejtësisë politika. Pyete mu. Ky është standard. Unë mendoj që gjykata kushtetuese vendosi drejt duke e lënë Erion Velin detyrë. Patjetër, ishte vendimi drejt. Dhe unë e përshëndes sepse tregoi integritet lart gjykata sepse e shkarkuan në mënyrë. Dhe aty si lejohet as tablet me bë punën aty. Ndërkohë nga ana tjetër, ai ka 13 akuza penale. E kuptoj, po nuk mund ta bëj. Për një akuzë penale mund të shkoj deri në 12 vjet. Aulo, nuk mund ta bëj detyrën si Edmond Dante si duke gërvisht në përmure tani. Dakor, prap. Tu jemi ke Konti Monte Cristos. Një sekond. Gjykata kushtetuese tha e shkarkut pa drejt, kaq. Po. Kaq, po vetëm kaq. Jo se është i pafajshëm. Patjetër. Po kjo pra është. Diskutohet fare. Nuk duhet nga proces. Unë po të lutem. Unë po të jap një sekond. Po është trajtuar ndryshe pra. Nuk është trajtuar që është pezuar një vendim jo kushtetues nga gjykata. Nuk mund ta influencoj më pafajësinë e vetë. Pra nuk mund të trukoj më letrat. Meçe? Apo ja. Po e nis. Ai ka probleme të tjera. Po e nis pikërisht nga Oloni tani. Nuk mund të lejohet